Që të knoqesh, jo ta lesh djellën në pjatë, edhe të hash dhe për zdyti, unë zakonisht haj dhe për zdyti, nuk përdor dhe bukën. Në fillim do pregatis me langun, 3 qerek litër ujë ose 3-4 gota të vogla, gota çaj. E ngrej dhe pak, duhet të zi 2-3 val, 2-3 minuta, që të dalë dhe langu i shishëm. Ashtë i mori val, e lej 2 minuta, po tu e pas ajo derdhe dhe të bëhe laq. Ashtë i e largoj. Kam hudhi filxhan me vaj, të nxehet që në fillim, edhe do t'i hudh një qep mesatare, se qepa e bën shumë të mirë, e omëlto dhe karrota shkon bashkë, se patatja gjithmonë duhet të ketë pak omëlsin që të dali e shishme. Do t'i hudhim 2 kokra kryp, se patatja do pak kryp, edhe pak piper të zi. Ashtë i qepa, është mbledh në vetë vete, i ka përthirë gjithë langjet, është zbut deri diku. Do t'i hedh patatet, pjesë. Nuk do t'i bëj të skuqme, do t'i lej kështu siç janë, një gatim i thjesht, i lehtë edhe i shpejt. Po i ndajmë 2 syra. Mas 2 minutave, hedh edhe pjesën tjetër. Tash i rritu i rrotullu që mos digjet qepa, edhe i keqson shien. Duhet nejt pak te koka, sa t'i hudhim langu. Po që se fillon me njit, nga i lug lang mrena, edhe t'u zbut dhe qepa. Tash i hudh naj pik lang që mos më njisje. Tu i hudh edhe nga i pik që të zbutet qepa dhe gjithmonë patatja do punu tash me zjarr të avashët, maroj kavërdisja, do t'a ull plotësisht, ja, do t'a lej shumë pak, po sa të bjerë pak zatra, do t'a përzi, me kaj pik long, që të trashet gjysma e patates, edhe tjetra të ngelet ashtu siç është, pa e prish formën. Ashtë i hedhe edhe i luk vojullini, që ta zbusi, ta bëj ta mom ashtu si që mu më pëlqen. Do ta ull tash, ja e kam ull fare, po thujse, edhe do t'i rrite koka sa të bjerë qepa, që të zbutet plotësisht, edhe patatja, do t'i rrite koka me zjarr të avashët. Ashtë e kemi lënë rreth 20 minuta, të gjithë procesin avash, e hap tenxheren, se është me flak shumë të ullur, si që bëjmë pilafin. Zjerja është perfekte e patatës, gjithmonë me flak shumë të ullur. Do t'i hedh pjesën tjetër të langu. Dy tre gisht mbi patate, langu, do t'a provoj për kryp, edhe do t'i hedh një lugë me salcë. Gjithmonë ja hedh në fund, e përzi, se salca e ngurtëson pak patatën, edhe groshën dhe gjithmonë i hidhet në fund. Tëm do t'a provoj pak për kryp. Jo do edhe pak. Tash i do t'i hudhe pak piper të zi, e myll kapakun dhe e lej rreth gjysmë ore, sa të bëhet pak, gjithmonë shumë avash. Tash ti për momentin do t'a hap pak, edhe do t'a ull, t'a bëj, si që bëjmë një pilaf të thjesht, avash, rreth 25 minuta. Ja, mori val tash, e ull. I puna groshës të bëhet avash dhe langu të trashet. Tash ti marrë dhe hap tenxheren,
shtrash si që duhet, se dihet që patatja e përthith lëngun. Lëngu i lidh komplet. Edhe patatja është bo si që duhet, do të shoqëroj me turshi të përzime, lakën, speca, domate, të bo me vetë, shumë të mira dhe i shkon këti gatimi dimror. Na bëft mirë dhe ne.